Një konflikt i nisur gjatë ditës së dieshme në qytetin e Tepelenës ka degeneruar në dhunë fizike duke lënë 3 persona të plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 01 pas mesnate në një lokal llotoje në qytet, ku ndodheshin disa prej personave të përfshirë në konfliktin e mëparshëm. Sipas informacioneve, disa persona të tjerë kanë mbritur pranë lokalit me 3 automjete tip Foristrad, duke e përshkallëzuar situatën. Përplasja ka vijuar me përdorimin e mjeteve të forta dhe sendeve të ndryshme, duke përfunduar në një përleshje fizike. Si pasojë e dhunës, 3 persona kanë mbetur plagosur. Bëhet fjalë për 2 vëllezërit dhe kushërinë e tyre, të cilët dyshohen se janë goditur me shkopim bejsbolli dhe mjete të tjera të forta. Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, ku sipas bluzave të bardha ndodhin jashtë rrezikut për jetën. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes, ndërsa autorët e dyshuar janë shpadhur në kërkim. Mbetet për t'u sqaruar nëse përleshja e nisur gjatë paradites ishte evidentuar më herët nga autoritetet dhe nëse ishte ndërmarrë masa parandaluese për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit.